Ata nuk e bojnë që dikush ka hjek të betrem smut në sosen këqia këna posë. Por, tash po mënohen dhe na e nëzon kryti ose i mësume në ato nështë të hjek, tash koha pas luftës, tash punojmë, tash kena zhvillu, kena jetë për para. Personalisht i kam për 40 antar të familjes jashtë. Të logarit me gjallar, e ta shambull, kur vinë të më shohin të se dit me kërë. Më shohin të pi kafe. Qaj të ngon kafe ati diasporës, kurse na pikëm më pare. Na jena të punu. Po është një farë gjelozie se nuk ju shitët mo që shu ka shqitë për para. Se shumë ishim kanë pasur me kjerë të rentës, edhe s'kena pas, nësta pas luftës tash, ka ndollë mjetët të informimet, ka dollë e shohë një live, e shohë një ku për jetojnë. Dhe tash nuk ju shitët mo, unë falë që të të më këtë janë. Po nuk është ju shitë që shu ka shqitë për para, edhe po gjelozojmë pse na kena... Unë dyshoj që diaspora gjelozon në arritjet, që keni bo pare, që keni bo kerët mira, që keni bo jetë më të mirë. Dyshoj që kjo është problemi. Dyshoj që edhe problemi është që kur do të diaspora që përmenin s'po na thirrin për kafe, është dikush një dorë duke instalu një farë urrejtje të kod, t'ju tentu me bo që si ndarje, ka pa fillu një ndarja na edhe ata Shqipnis, tani na edhe këta diasporës, tani e kështu më radhë. Mendoj që ma shumë ka të bëj qashtu se sa që ka të bëj realisht me pjesën që jo pëmbjeni nati ose për gjilezoj që ki ma shumë pare dhe mendoj që diaspora ka hep maksimumin që Kosova me arri bashk me njerëz të vetë të mrena, me qytetarë të vetë, me pas ma shumë pare si diaspora edhe ata më këthy dikur në Kosovë. Mendoj që kjo tani nervozizmat mundën me konë, po pas një kohë ata kam prit që me vazhdu e njëjta respekti në disa pikat dhe disa njerëz ka dalë që tjetë ma shumë çështje interesi sa që tjetë respekt i sinqertë. I vërtet prandaj edhe ka si para gravimeve të vogla. Çështë ja sheni ju që pjesë, bashkë kisha pas qef me diskutu me juve.